Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mejlisi i katërt, mejlis kuvent, ku përzgjedhim disa ajete nga gjuzi i katërt i Kur'anit fisnik dhe i ndajmë me ju. Momente reflektimi, meditimi, analize, përsijatje, soditjeje. Thjesht, dëshira jonë është që ju kur të lexoni Kur'anin fisnik, e t'i hasni këto ajete, ti kujtoni këto këshilla dhe porosi që na i nxjerrim nga këto ajete kuranore. Ajeti i parë që kemi zgjedhur për ju është ajeti 101 nga sura Ali Imran, ku Allahu Dhu Gjelal thotë kështu: "Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Si ka mundësi ju të mohoni kur juve vazhdimisht ju recitohen fjalët e Zotit dhe në mesin tuaj është i dërguari i tij, e ai që kapet për Allahun, gjithsesi ai është i udhëzuari në rrugën e drejtë. Andaj, si ka mundësi që njeriu të mohon fen islame, ku argumentet fetare, ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kemi vazhdimisht para nesh. Andaj, dietarët kanë thonë, prej shkaqeve dhe mjeteve të forcimit të këmbëve të njeriut në fenë Allahu Dhu Gjelal, është kapja për Kur'an dhe Sunet. Nëse ne e lexojmë Kur'anin, e besojmë atë dhe i nënshtrohemi asaj që lexojmë. Nëse ne e lexojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e besojmë, i nënshtrohemi dhe kapemi për të, sigurisht se kjo ka me na shtu neve bindjen, vullnetin dhe energjin për të vazhduar me veprat e mira, dhe kjo ka me na ndihmu që të jemi stabil në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që e themi atë që duhet ta përsërisim vazhdimisht, referencat, burimet e ligjerimit islam janë Kur'ani fisnik dhe Sunneti i nderuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne hoxhallarët dhe ju besimtarët, ne të gjithë si musliman, vazhdimisht në ligjerimet tona, në fjalimet tona, në ndërtimin e qëndrimeve tona, opinioneve tona, vlerësimeve dhe analizave tona, duhet t'i referohemi Kur'anit dhe Sunetit dhe në prizmën e tyre dhe nga këndvështrimi i tyre t'i shohim gjërat dhe t'i sjellim analizet tona. Kjo ka me na ndihmu neve të jemi stabil në udhtimin tonë drejt Zotit, të jemi stabil në qëndrimin tonë në fenë Allahu Dhu Gjelal dhe në qasjet dhe në analizat dhe opinionet tona. Ajeti i dytë që kemi zgjedhur të ndajmë me ju në këtë mezhlis është ajeti 133 nga sura Ali Imran, ku Allahu Dhu Gjelal thotë kështu: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dhe nxitoni drejt faljes nga Zoti juaj dhe xhenneti, gjerësia e të cilit është sa qetë dhe toka, i cili është i përgatitur për ata që janë të devotshëm. Pra, çka na jep neve ky ajet kuranor? Nxitja dhe shpejtimi në veprat e mira. Shfrytëzimi i kohës boshe duke e mbush atë me vepra të mira. Dhe dëshira e flakt e secilit prej nesh që të fiton kënaqësinë Allahu Dhu Gjelal, para se të na ik kjo mundësi. Unë edhe ti kemi ditë të jetës, kemi javë të jetës, kemi muaj para nesh, kemi vite që na shkojnë. Nëse i shfrytëzojmë këto mundësi që na ka dhënë Allahu, ymrin ton, me mbush atë me vepra të mira, me vepra që është i kënaqur me to Allahu, me vepra që na ngrisin gradat tona te Allahu, atëherë na do jemi besimtar të kënaqur me Allahun dhe Allahu i kënaqur me ne. Besimtar që shpresojmë në mëshirën dhe shpërblimin e Allahut. Ama nëse ti e shpërfill kohën që e ki si begati dhe dhunti, që ta ka dhënë Allahu kohën boshe, dhe nuk e mbush atë me vepra të mira, atëherë vjen dita e pishmallokut, dita e zhgënjimit nga jeta jote, pse nuk e shfrytëzove si duhet. Andaj të nxitojmë, të shpejtojmë, të bëjmë gara njëri me tjetrin në vepra të mira. Ashtu si kurse fatkeqësisht një pjesë e madhe e jona bëjnë gara njëri me tjetrin në mirësitë e dynjas, në pasuri, në pushtet, në famë e kështu me radhë. Kjo e ndihmon zhvillimin e jetës mbi tokë.
Mirë po krijon edhe lakmi, krijon edhe zili, krijon edhe konkurrencë jo legale, edhe grindje, madje edhe vllavrasje. A gara për vepra të mira? Jo, ai vetëm se shton dashninë mes njerëzve dhe e ngrit pozitën e tyre tek Allahu Dhu Xhelal. Ajeti i tretë, të cilin duam ta paraqesim para jush, është ajeti 185 i surës Ali Imran, ku Allahu Dhu Xhelal thotë kështu: "Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Ai që shpëton nga zjarmi i xhehenemit dhe futet në xhenet, ai ka fitu. Kjo është një pjesë. Pjesa e dytë është kuptone se jeta e kësaj bote është një kënaqësi mashtruese. E kjo është këshilla nga ky ajet. Dynjaja është kënaqësi, po është kënaqësi që të mashtron. Në çfarë kuptimi të mashtron? Të mashtron duke të habit, duke të shkujdes nga qëllimi madhor për cilën ka krijuar Allahu Dhu Xhelal. Ajo është adhurimi i tij. Andaj njeriu është këtë botë, është këtë dynja, duhet të shfrytëzon mirësi që ka dhënë Allahu, po pa e mashtru atë, pa e habit atë, pa e shpërqendru atë nga qëllimi madhor për cilën ka krijuar. Ajo është domethënë fitimi i xhenetit. Andaj çdo fitore në këtë botë është e mangët krahasim me fitoren e xhenetit. Dhe çdo shpëtim nga zjarmi i xhenemit e jep kuptimin më të madh të fitores duke hyrë në xhenet inshallah taala. Andaj, të dashur besimtar, kuptoni këtë parim. Dunjaja nuk duhet me qenë pengesë që ti ta fitosh xhenetin. Dunjaja nuk duhet me qenë shkak që ti ta fitosh xhehenemin. Përkundazi, dunjaja është majdani i garave për vepra të mira me të cilat na e fitojmë xhenetin, edhe përmbajtja e vetvetes, kufizimi i vetes, i epsheve tona, pasioneve tona, që të mos bim në mëkat e gabime duke e ruajtur veten tonë. Ajeti 4 për të cilën do flasim sot është ajeti 163 nga sura Ali Imran, gjuzi 4, ku Allahu Dhu Xhelal thotë: "Hum darajatun inda Allah." Njerëzit secili do ketë gradën e vet tek Allah. Pra njerëzit në xhenet nuk janë këtë një gradë. Është shkalla e parë, e dyta, e treta, e katërta, e pesta, 100 shkallë. E secili prej nesh do jetë në atë shkallë sipas veprave të veta që ka bën, sipas ambicjeve, vullnetit, entuziazmit që ka pas. Andaj dietarët kanë thonë, secilin besimtar, secilin hoxh, secilin davetxhi, secilin thirrës, secilin besimtar të zellshëm në shërbimin e Islamit, që e ka plogështia, që e ka dembelia, që e ka përtesa, e i humbët vullneti dhe ambicia, i themi na ati kujtoje këtë ajet. Hum darajatun inda Allah. Njerëzit besimtarë do kenë gradat secili sipas meritës vet tek Allahu Xhelal. E mundesh me qenë në gradën më të lartë të xhenetit Firdaus, edhe mundesh me qenë mes, edhe mundesh me qenë fillim. Kush e përcakton? Ti, me punën tonë, ti me angazhimin tënd. Andaj ulemat kanë thonë, çdo herë që të ka plogështia nga veprat e mira apo garimin në adhurime, kujtoje këtë ajet madhështor. Se xheneti është me grada, është me shkallë. Edhe ti ki me marë për xhenetit aq sa do mundohesh ta japësh mundjen për te. Ajeti i 5 që kemi zgjedh ta ndajmë me ju është ajeti 165 nga sura Ali Imran, ku Allahu Dhu Xhelal thotë kështu: "Awalamma asabakum musibatun qad asabtum mithlejha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir." Ku ju goditi juve fatkeqësia, është qëllimi dështimi në betejën e Uhudit. Ndërkohë që ju kishte goditur më parë, armiqtë e juaj kishte goditur kjo dështimi 2 herë, 2 fishi i kësaj. Ju thot, prej nga na erdhi ky dështim, thot Allahu i Madhëshëm, thuaj nga vetja juaj. Vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Ali Imran 165. E tani, ky ajet kuranor na jep një mesazh shumë të madh dhe të rëndësishëm që ne duhet ta kemi parasysh. Se besimtari, do thot, fajin e dështimit të tij nuk duhet me lip jashtë,
po çdo herë fajin duhet me lip të vetja e vet. Dështimet tona janë rezultat i organizimeve të dobta tonat. Janë rezultat i qëllimeve të dobta tonat. Janë rezultat i mungesës së grumbullimit të forcave tona. Edhe kush i qaset dështimeve vetë në këtë formë, ai zhvillohet, ai përmirësohet, ai korrigjohet. E kush çdo herë që dështon shkakun e dështimit e kërkon jashtë, te armiku, te i treti, te i huaj, ai njeri kur nuk përmirësohet. Ai njeri kur nuk korrigjohet edhe vazhdimisht ka me dështu. Andaj na i themi secilit njeri, secilit besimtar, që sprovat kur na vijnë, ne duhet ndalemi të analizojmë mangësitë tona. Edhe kjo është porosia që kanë thënë dietarët, kanë thënë kështu. Shumë sprova me të cilat na ballafaqohemi, na i kujtojnë neve pikat e dobta ku i kemi, edhe sa i kemi. E sprovat, vështirësitë tregojnë fuqinë e motorit. Për shembull, një makinë kur hyp për pjesë të larta, e nxehet motori, atëherë del shesh a është i fort motori i shëndosh, i fuqishëm apo është i dopt edhe është i dëmtuar. Edhe ne si besimtar, momentin e sprovave i kuptojmë pikat e dobta, edhe aty duhet përqendrohemi për t'i shëruar ato pika, për t'i zgjidhur ato probleme dhe për t'i tejkaluar ato dobësi. Ajeti 6 ose ajeti 4, ajeti 5, Allahu Dhu Gjelal në surën Ali Imran 173 thotë kështu: Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Shpërblimin e kanë ata besimtar që kur hipokritët, munafikët u mlidhen rreth e përqark e u thojnë besimtarve, kujdes, armiq janë bo shumë edhe janë të fort, edhe kanë me ju mposht juve, kanë me ju shkatru juve. Keni frikë me tyre. Ky komplot i munafikëve dhe kjo tendencë për të mbjell frikë tek besimtarët, besimtarëve vetëm se u ashton besimin, dhe ata thojnë, na mjafton Allahu neve karshi tyre, sa mbështetës i mirë që është ai. Andaj, ky ajet kuranor neve na mëson që vazhdimisht ta kemi parasysh se kur e kemi Allahun me vete, kur Allahut i mbështetemi, as kurthat e munafikëve nga mrena, e as sulmet ardhishme nga jashtë nuk kanë mundësi me na mposht, nuk kanë mundësi me na dobësu, nuk kanë mundësi me na ndalë. Une edhe ti, ne si besimtar, për çdo ditë kemi sulme nga brenda prej munafikëve, edhe nga jashtë prej armiqve të Islamit. Nëse i mbështetemi Allahut, edhe kërkojmë ndihmën dhe përkrahin e tij, kjo ka me na mjaftu. Edhe askush prej neve s'ka më dorëzu, edhe ka me vazhdu udhëtimin e tij në rrugën e Zotit dhe ka me vazhdu me dhënë kontributin në ngritjen e fjalës së Allahut Dhu Gjelal. Dhe përfundimi i këtij ajeti çka ishte? Fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsashum su wa tabu ridwan Allah. Kur besimtarët thanë kështu, na mjafton Allahu, sa mbështetës i mirë që është ai, më një herë ajo sprov, ato sulme u shndruan në dhunti dhe begati, dhe atyre nuk u ndodhi asnjë e keqe, dhe ata vazhduan të ndjekin kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur njeriu i mbështetet Allahut, Allahu u mjafton atyre. Subhanallah. Shifë çka thot Allahu, ata u mbledhen nga mrena munafik, nga jashtë qafirat, i provokonin besimtarët, i sulmonin besimtarët, tentonin të mbjellin frikë, ata të ligështohen, të dobësohen. Besimtarëve u shtu besimi, u shtu bindja, u shtu mbështetja në Allahun Dhu Gjelal, edhe më njerë krejt ai komplot, krejt ai luftë e ekën dhe tyre, u shëndru në dhunti, begati, e atyre nuk u ndodhi asnjë e keqe, hiç asgjë, dhe ata vazhduan të ndjekin rrugën e cila i çon tek kënaqësia e Allahut. Pse kjo? Se u mbështetën Allahut, jo forcave të veta, jo mendjes së vet, jo organizimit të vet, jo forcave materiale të vetat, ekonomike, financiare, strategjike, resurseve njerëzore, jo. Ata ju mbështetën Allahut. O vëlla, o hoç, o davexhi.
Shtet ju Allahut vazhdimisht. Kërko ndihmën prej tij, edhe krejt pengesat, krejt sulmet, kemi i përballu me një kollajllëk të madh, me një lehtësi shumë të madhe, dhe krejt ai komplot, krejt ato tentativa me dëmtu, s'kan me dëmtu ty as pak, ty do vazhdosh rrugën tonë për të fituar kënaqësinë e Allahut xhelal. Pra këto ishin 6 ajetet e përzgjedhura nga xhuzi i 4 i Kur'anit Fisnik. Të gjitha ajetet me sa e pam janë nga sura Ali Imran. Sura Ali Imran është një sure që flet për shumë lufta të besimtarëve, edhe e mbush besimtarin me një bindje shumë të madhe dhe mbjell të besimtari një bindje se kush është me Allahun, kush kërkon ndihmën e Allahut, kush i mbështet Allahut, sigurisht se ai ka me triumfun këtë botë me lejen dhe ndihmën e tij subhanahu wa taala. Pra këto janë ajetet e përzgjedhura, këto janë këshillat e nxjerrura për tyre. Lutim Allahun që Kur'anin ta bën pranverë të zemrave tona, që Kur'anin ta bën shkak të ngritjes tonë në dynjë dhe në ahiret, që Kur'anin ta bën zgjidhës së problemeve tona, shërues të smundjeve dhe plagave tona, dhe ajo që na i mbush zemrat me bindje dhe kënaqësi dhe rahatin këtë botë, dhe pastaj normalisht me shpërblime të mëdha kur dalim para Allahut në ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.